Vazhdon saga e Hagës, thirrja e dëshmitarëve këtë radhë të mbrojtjes për të treguar rolin e UÇK-së dhe të komandantëve të saj në luftën e famshme për çlirimin e Kosovës. Cilët janë protagonistët, cilët janë urdhrat, si funksiononte realisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-së dhe kush ishin aktorët kryesorë të saj, cilat ishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat ishin marrëdhëniet me aleatët dhe me NATO-n. Unë sot këtu kam të ftuar një pjesëmarrës të dorës së parë në luftën për çlirimin e Kosovës, njeriu që ka qenë brenda shtabit përgjithshëm, zotin Dilaver Goxhaj. Zoti Goxhaj, mirëmbrëma, mirë se erdha. Atëherë, kam qenë gjithmonë kurioz të di ç'ne një oficer i ushtrisë shqiptare shkove në Kosovë bashkë me djalin, ishte detyrë nga shtabi përgjithshëm, nga Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë, apo ishte ndjenjë patriotike? Kur filloi, unë jam angazhuar me luftën në Kosovë, pas luftës që bëri familja Jashari në Prekaz. Dhe unë atë periudhë isha liruar nga ushtria dhe punoja mësues anglishteje në Kodër Kamës. Dhe fillova të shkruaja. Këtu botoi gazeta Rilindja e Kosovës, që kishte LDK-ja atëherë. Dhe unë i çoja materialet me shkrim dore, edhe ata i botonin të nesërme. Dhe kjo vazhdoi nga muaj maj, fillova unë të shkruaja, deri në muajin tetor. Në muajin tetor, një ditë të bukur më thrasin telefon, në telefon e shtëpisë, jam filani, një Sabit Geci. Tetor të vitit? 98. Dhe më thot, jam një përfaqësues i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës për në Shqipëri. Jam nga Drenica. Juve jeni ai që keni botuar këto shkrimet, po unë jam. Sepse këto shkrime i botonte edhe zëri i Kosovës që botoi në Zvicër, i botonte edhe bota e re në Prishtinë. Paralel edhe kjo Rilindja. Po unë jam. Kam disa përfaqësues të udhëheqjes të UÇK-së këtu. Kemi dëshirë të bëjmë një bisedë me ju. Dakor, i thashun, po mundësisht të lutem mbas orës 2 sepse deri në jam punë. Dakor, tha, të pres në orën 2 mbrapa do jem tek 15 kaçi, që të më njohësh mua jam me shtaga. Kush ti thoni shtaga, i thashun? Patarica. Mrekulli. Dakor. Edhe unë zbrita nga autobusi, vajta në 15 kaçi, e gjeta me njerë Sabit, edhe më tha që kemi dëshirë të bëjmë bisedë. Komandanti i shtabit përgjithshëm Azim Sylla, tha, kërkon takohet me juve. Dakor. Edhe e lam një ditë tjetër, vizituam në një kafene te bulevardi kryesor, afër stacionit trenit. Dhe më thanë, midis të tjerave më thanë, ku i merr të dhënat? I thash unë ndjek televizorin, po për fat i thash kam edhe vajzën dhe djalin që din nga gjuhë huaja dhe i ndjek edhe në gjuhë huaja. Ndjek edhe të dhënat tuaj që jepin, thash, edhe gazetën tuaj, dhe ato dalë përfundim me shkrime. Mrekulli. Dhe po të paguajnë, i thash, më paguan. Edhe më paguajnë për çdo shkrim Honorare. 30 marka për një shkrim. Unë mirja 8.000 lekë atëre, sa i që rogë mësuesit. Kurse na ndërpren atë të pensione parakohshme na ndërpren, gruan e kisha në punë akoma. Edhe mirë, më thrisin po thuaj se çdo javë. Një ditë bukur më thonë mua, ka ardhur Hashim Thaçi. Kush është Hashim Thaçi? Më thanë është drejtori i drejtorisë politike. Dhe me lanë takim të venim të Don Bosco. Atje që në një restorant, ata hanë në darkë. Vajta unë, për që ne atëri në ishte janari, që shpallë gjendje jashtëzakonshme në nartën e thënëndës këtu. Edhe më dërgua një makinë të më merrte se pas orës 9 nuk kishte televizje. Më dërgua një makinë, më morën në shtëpi, vajta. Dhe më thanë, më prezentuan me Hashim Thaçi.
Unë aty marrë vesh ishte drejtori i drejtores politike dhe më thanë të kemi ndjekur dhe kemi 2 kërkesa. Çfarë kërkesa kemi? Ne do bëhet një konferencë ndërkombëtare për luftën tonë në Paris. Me qëse ti e njeh mirë luftën tonë, e shkruaja dhe diskriminja. Kemi dëshirë të na vish këshilltar. U thash të faleminderit shumë, kjo bëni një nder të madh që më bëni. Po unë nuk kam qenë ndonjëherë, s'kam përvojë për delegacione jashtë shtetit, e pare, s'kam përvojë. Po s'ka nevojë me ne të komunikosh. Dakor, thash unë, po unë nuk e njoh me detaje ushtrinë tuaj. Kështu që unë s'di si të them, çfarë të them. Prandaj këtë s'u bëj dot, thash unë. Po mirë, më thanë mua, ka dalë sot një shkrim, më thanë, kundër teje, kështë bërë këj baleta. Një shkrim, e më quante relegati UÇK-s. Se unë të thosha në shkrimi që përgjej, merja si model konferencën e Pezës. E qartë. Dhe këj e në veris, armik i popullit. E qartë. I thësë leni, mos u meni me të, se mere bunë, mos kini merak. Kërkesa ditë, na vjen neve në luftë. U thashë, u thashë, Qa profili ushtarak ke dirojë? unë kam mbaruar të gjitha shkollat ushtarake. Skënderbegas, 4 vjetë. Do më thënë, këmësor? Jo. Unë kam mbaruar për artilier kundërrojor. Pastaj kemi bërë 4 muaj kurs me kinezët për raketat kundërrojore. E bëm këtu. Në 69 kur mbarova unë. Dhe e kam qenë komandant që nga komandant toge deri komandant grupi raketave drejtuara kundërrojore deri në 82. Nga 69 deri në 82. Në 82 më çuan në akademinë në shtabit përgjithshëm. Mbarova akademinë në shtabit përgjithshëm në 84. Në 84 më mbajtën pedagog në akademinë e shtabit përgjithshëm dhe derisa na liroi Sali Berisha. Okej, të përqendrohemi te se këtë dua ta bëj si insert deri në momentin që të tha hajde me ne dhe çfarë të thanë? Të tha? U thash, unë s'ka si të vjetë që të vjonë. Djali thash më ka ikur, se djali kishë mbaruar për pilot këtu, po këtu vide i karburanti dhe s'kishim